Për çka pendohesh shumë në këtë pjesë tjetës prej që je përdorur si kokainës? Lëndimin që ja ke bo familjarëve, shkatrimin që ja ke bo vetës? Pendohen në qatë moment që e këm provu. Mujt me këty kohën s'kisha mujt ma, s'kisha qenë kur ma i lumtur, mujt me këty kohën që këm bo. Me siguri se është për ata që nuk e din sakt, është e lehtë në Kosovë me u qasë në blerjen e substancave. Po, shumë e lehtë. Se më thatë edhe prapa kamerave që ti sforcohesh prej hapësirave sa lehtë është me gjetë. Shumë është lehtë me gjetë. Imagjino kur ta dim bo banona, vlo, motra, dileri, kush është tash llogarit që s'mon e dim policia, është absurde. Kështu që shumë e lehtë është në vendin tonë është të lullëzu dillerizmi. Dhe kësha lu shtetin me marrë shumë opa se jem të na shkatru. Edhe nuk është veç personale, por kjo është për këtë popullin, se ta infekton djalin, ta infekton motrën, ta infekton këtë familjen. Edhe inshallah ndërmarrin diçka sa ma shpejt dhe shteti bojnë edhe naj fushata, naj protesta, diçka shkon shumë mirë se në aty e të kohën e substanca. A është ky një trik që e përdorin dilera, në fillim ta japin papagesë derisa të shtin qatë rrugë, pastaj ti me ble prej tyne? Po, është shumë e vërtet. Edhe dojnë edhe bërç, shtin borçe. Janë shumë manipulus të maj. Dhe janë pi njerëzve ma të rrezikshëm. Janë kriminela. A kanë tentu me të shtit pjesë e tyre me shit drogë edhe ti? Jo. Ti s'kem rri deri te ajo pikë. A ju ke shkru shoqënisë me cilët ke përdor substancat narkotike bashkë? A ju ke thonë s'po du kontakt me juve? Jo kontakt, po e kom hedh telefonin edhe ai dhe rrugën po ndroj rrugën. Kemi thonë s'ka shanca,one me nejt me njerës që konsumojnë, nëse vetëm tema që përmenet substanca narkotike, s'du me ndëgju as emrin drogës, s'du mo asnjë lloj kontakti, asnjë lloj shprehje rreth drogës, se më ka shkatru dhe du me fillu jetën normale.